Me që jemi në një podcast, ti ke pas një ide në fillim fare që të hapje një podcast vetë. Shumë drejt. Me sa mbaj mend. Pse hoqë dorë? Po, hoqja dorë. Dy arsye. Hoqja dorë sepse mu duk se po hyja në një territor që nuk me takonte. Dhe nuk bëra gabim. Tani, edhe mund ta kesh këte, por edhe mund t'ja ulash, mund mos futesh në atë territor, të besosh ta kenë të tjerët. Nuk është se po i pengon ti, po nuk do thënë e mendova unë atë, e mendova dhe e bëra një seans, por e bëra me shumë i dystuar, ta bëjt mos e bëj, jo i sigur. Jo, nuk isha i bindur. Dhe e hoqa dorë sepse edhe bëra shumë mirë. Nuk vendoj që njerë për të bërë një podcast, një ish kryeministra apo një kryeministra apo një kryetar opozite nuk duhet të patronoj një mjet komunikimi personalisht. Po, të shkoj një media në formë. Një media personalisht. Personalisht. Kjo e dyta kur shofun këtë të Edi Rams, ajo mbill mua që mora vendimin më të drejtë. Po, ja u them ju me sinqeritet këtë Por ajo që është shumë interesante edhe që është risi, podcasti merr gjithnjë e më shumë një fuqi të veçantë. Do të thënë, mundet që ta konkurojë. Pa diskutim që është konkurrues, po mund të ketë një stres shumë të gjerë që nuk i pëlqejnë mediat tjera. Edhe preferojnë podcastin. Nga që ka dhe më pak filtra. E shohin si asnjëse dhe ka më pak filtra. Arsyet, po ju e ndëgjuat, Joe Rogan, Trumpi arriti aty kulmin e të gjitha kulmeve të shikueshmërisë në jetën e tij, 61 milion. 61 milion. Dhe se kanë njerëzit qejf ta shohin edhe çik ndryshe, ndoshta. Jo, kanë apelin e vet këto sepse janë biseda të lira, janë bisedon, jo me kot kanë një audiencë të tillë. Ose nuk kanë dhe kot kufizuar kur duhet të fillojë të mbarojë. Po në sa milion do shkojmë këto.